Mirëmbrëma, përshëndetje të dashur teleshikues në emisionin e Marta Sportive këtu në RTS Gjirokastra. Më në fund, luftëtari arriti atë që pritej, pra ngjitje në kategorinë e parë. Sfidat të vështira për luftëtarin, por të kurrizuara me sukses. Për këtë luftëtar që na ka bërë, si të them, krenar të gjithë në qytetin e Gjirokastrës, sot kam në studio arkitektin e tij, profesor Besmir Shabani, mirëmbrëma, mirë se ka ardhur, dhe profesor Llami Margaritin. Atëre, profesor, e njërë urime suksese për atë që keni arritur. Sa të vështirë keni patur që skuadra e luftëtarit të arrinte këtë mision, pra ngjitje në kategorinë e parë? Atëherë, faleminderit për ftesën edhe... Kënaqësi që jeni në studio. Normalisht është një kënaqësi e madhe që mbas një pune të lodhshme, goxha të madhe dhe intensive, më në fund luftari arriti të shkojë në kategorinë e parë. Unë do të them që është një përpjekje jashtëzakonshme nga të gjithë, duke filluar, po e filloi që nga i punëtori fushës, edhe deri te çunat, te pjesa stafit, te bordi drejtues, te bashkia, te kryetari i bashkisë, se pa ata, domethënë, nuk do ishte mundur e gjithë kjo arritje. Normalisht luftari kish vite që përpolitej në këto ujëra, në këtë kategori, po themi. Gati 5 sezona. Kështu që me sinqeritet ndihem shumë i privilegjuar edhe jashtëzakonisht i lumtur që isha unë bashkë me stafin që e kurorzuam këtë sukses. Edhe pse mendoj që luftëtari nuk e ka vendin në kategorinë e parë, luftari ka vendin superiore. Por ti marrim gradualisht hapat, hodhëm një hap shumë të rëndësishëm, dhe pastaj të shikojmë se si do shkojmë më para. Profesor Llami, ju jeni pothuajse miku i studios ton këtu dhe luftëtarin e keni në gjak, e keni në... E kam për zemër. Në zemër. Si ndihesh tashmë që luftëtari ja doli të ngjitej në kategorinë e parë? Në radhë parë gjej rastin Tomi të uroj gjithë ekipin, gjithë stafin, i tha profesorit i gjithë, unë nuk dua që të kthejmë në përsëritje. Më vjen mirë që, si thuash, në historikun e arritjeve dhe atij mozaiku të bukur që ka ndërtuar ekipi i luftëtarit në vite, hyri tashmë dhe profesori, dhe më vjen mirë, sepse të qosh në kategori të parë aty ku ishim, nga e dyta në të parë një ekip, siç është luftëtari, është më shumë është një detyrim që e kemi të gjithë, ne si tifozë, ju si staf, si specialistë së saj pune dhe pastaj gjithë të tjerët. Ishte një kënaqësi e veçantë dhe sot Tomi, si ndryshe nga herët e tjera, ma ke ndryshuar dhe vendin, dhe kjo tregon që më në fund e kishim thënë që nëse luftari do dilte, unë do ndryshoj vendin. Duke respektuar dhe profesorin. Dhe duke patjetër që e respektoj, por sot zgjodha mesin sepse nuk paraqes vetëm veten time, por gjithë tifozët e qytetit. Të gjithë ata të cilët na kanë mbështetur, i kemi mbështetur ekipin në çdo cep që ai ka qenë, sepse për ne ajo fanel, për ne ai emër është krenaria jonë. Dhe ta dini sa mirë me erdhi që në ndeshjen e fundit, le ta quajmë kështu në finale në Thonjza, sepse finalja do të bëjmë të dielën, ishin mbledhur aq shumë njerëz, kjo tregon që brenda Gjirokastrës, brenda qytetit ka njerëz që e duan dhe e duan shumë ekipin e luftarit. Dhe ata erdhën atë ditë të shijonin fitoren, ata erdhën atë ditë të vendosin atë çka kishin kohë që mendonin në mendjen e tyre. Kështu që Tomi, ndihem shumë i privilegjuar, ndihem shumë i lumtur që sot ne nuk do të jemi më një kategori më poshtë, por një kategori më lart, ku në vitin e vijim, të vitit të ndeshjeve i do të fillojnë, ne tashmë do ngrëm kokën lart dhe do të shkojmë ekipe shumë të nderuara, ku pa frikë mund të them, vërtet profesori tha që vendi i luftëtarit është në superiore, por mua më duket se edhe ja ku e kemi dhe të ilustruar, është pjesa e emocionit që jetuan të gjithë, domethënë sidomos ato fishek zjarre diçka, kemi një infrastrukturë të mirë, e meritojmë vërtet dhe vërtet do të them që edhe kategoria e parë është një kategori shumë e vështirë. Dhe po të shikosh do të kemi një nga ekipet që do zbresë nga superioria, të cilët nuk janë pa emra dhe nuk janë pa gjë. Kështu që do të kemi ndeshje të bukura, ndeshje të vështira, na presin detyra shumë të mëdha. Le të gëzojmë fitoren, le të gëzojmë këtë çka sot ne kemi arritur. Po, para se të kalojmë te kjo, profesor Llami, gjithmonë me profesor Besmiri. Profesor,
keni marrë drejtimin e luftëtarit në muajin korrik, mos gabojmë. Të ecim në vazhdimsi. Si e gjete grupin, si arritet të formosh të grup që vërtet në përbërje ti kishte ka lojtar cilësor. Dhe sa të vështirë keni patur ju për të krijuar këtë asambër të mrekullueshëm që siç edhe tham na ka bërë krenar dhe na ka bërë që të jemi të ndjehemi mirë, të jemi me flatra, të fluturojmë. Shiko Tomi, unë vija në një kampionat normalisht që sot për sot është pothuajse në më të ndjekurit. Vija në Arabia Saudite dhe normalisht kur vete në atë lloj standardi, kur kthehesh, se kontrata ishte për të vazhduar me dyja palët që të binin dakord me një vit tjetër që mund të rikthesha përsëri. Kur kthehesh në Shqipëri, normalisht shikon edhe për skuadra më të larta, po edhe për të qenë përsëri atje ku isha. Por kur më erdhi telefonata nga kryetari i zoti Flamur Golemi, ishte, si të them, një emocion që unë nuk e di, rrallë herë më ka ndodhur që ta ndjej atë feeling që në fillim që më thënë, okay, luftëtari është, plus i kam qenë edhe pjesë e luftëtarit lojtar kur isha futbollist, edhe pasi pranova të uleshin të diskutonim, ajo që më bëri, më thënë, më shumë përshtypje ishte që të bëje me njerëz, me infrastrukturë, me një botë që normalisht i afrohet futbollit profesionist, pra që na drejtimi që kush ishin njerëzit, që na kryetari i bashkisë për flas, na administratori, na drejtori teknik, pra ishte një allk shumë e rëndësishme dhe më thënë ishte një gjë që okay, po vete në një kategori të dytë, por ama është infrastruktura dhe kushtet dhe njerëzit që ti doje punoje nuk ishin për një kategori të dytë, pra ishin në një nivel më të lartë. Edhe normalisht nuk e mendova dy herë, thash e pranova këtë sfidë për fundit doja të isha dhe unë pjesë kryesore e suksesit, të isha një hall kryesore që ta shkruaja emrin tim në Gjirokastra për kulturën, për historinë që ka ky klub, kjo fanell, dhe e vura si sfidë me veten time bashkë me kolegun tim, shokun tim, Taulant Kushin. E morëm si sfidë personale dhe donim që këtë trofe, këtë arritje, mbi të gjithja t'ja dedikonim tifozave të Gjirokastrës. Ja dedikonim qytetit Gjirokastrës, sepse thash është një keqardhje e madhe që ne ndesheshim në ato skuadra të këtij niveli. Pra përgatitjet tona, kushtet tona, më thënë, gjitha ato pa frikë jemi një të njëjtat kushte me skuadrat e superiores. Edhe prandaj ishte edhe më shumë, pra mund të ishte në momenti që vjen Arabia në një kushtet ekonomike, kuptohet që ishin më të ulta, nuk diskutoj, por ama thelbi dhe ideja e një klubi të madh ishin pothuajse njësoj. Kështu që e filluam me të mundoj, domethënë, kjo infrastrukturë, ky staf që rrethonte luftëtarin. Jo, ishte vetëm luftëtari i emri që ishte vetëm luftëtari i emri që unë isha pjesë e kësaj kategorie. Nuk ishte, unë me veten time kisha diskutuar që nuk të vesh në një nivel në Arabi Saudite me shumë të lartë, të vish trajnosh prapë këtë dytë, më thënë është goxha ulje në anë të civis tënde të flasim si trajner. Po thjesht ishte vetëm luftëtari si emër, fanella, kultura e shumë gjëra të tjera që mua më bën që të isha pjesë e këtij projekti. E dyta pasaj ishte lojtarët që unë gjeta këtu. Pra është një brez që premton shumë për të ardhmen, është një grup që ka kohë që luan bashkë, dhe normalisht në fillimet e mia thelbi dhe idet ishin që ky grup
mos të lëvizej. Pra, kolona, struktura e këtij grupi mos të lëvizej në asnjë moment. Ajo që ne kishim detyrë parimore dhe detyrë shumë të vështirë ishte elementet që do ndërthurnim te ky grup, te ky element që ishte goxha shumë i mirë. Dhe normalisht kur më thanë emrin që kemi mbyllur një marrëveshje me kapitenin Bea Ramadani, më thënë që nga aty filloi më thënë serioziteti, grupi, sepse për të vërtetës është një shembull për futbollin, për çunat, për brezat e rinj, si në sjellje, si në mënyrën e stërvitshmërisë që ka bërë gjatë gjithë kohës, ka qenë i pari që vraponte, i pari që të rishte vëmendjen edhe kur duhej të trishte shokëve apo ndonjëri që nuk impenjohej. Kështu që për mua ishte një ndihmë shumë e madhe dhe është një privilegj që unë e kam në skuadër. Kështu që pastaj kaluam te pjesa e trurit të ekipit. Normalisht kur dëgjova dhe emrin e Erion Vucajt, asaj thash, okej, çdo gjë po fillon, po funksionon, se gjithë bara e mezit të fushës atili Erioni do t'i binte dhe normalisht nuk ishte asnjë dyshim. Duke njohur personalisht edhe te pjesa ku ishte në Vlorë, por edhe cilësitë, edhe eksperiencën, edhe profesionalizmin që ai ka, normalisht të bëhet më e lehtë në thonjza, sepse nuk ka asgjë të lehtë, por që më e lehtë në thonjza që të shton një besim shumë të madh. Dhe u kujdesëm dhe për pjesën tjetër që donim të afronim, pra pjesën e sulmit, dhe afruar Diamanti në Flamurtari, me një eksperiencë në superiore të Ignatia, të Kastrioti në kategorisë të parë, po një lojtar që unë e njihja prej kohësh në Vlorë. Ishte një goxha ndërthurje shumë e mirë midis eksperiencës edhe lojtarëve të rinj siç është Diamanti në pjesën e sulmit. Gjithashtu duke përfshirë edhe Mukojin që e njihja dhe normalisht në Vlorë dhe kisha besimin absolut që do bënte një pjesë shumë të mirë te ekipi, duke përfshirë pastaj gjithë çunat që gjeta aktualisht këtu. Se duhet zgjatem çik se duhet ja u them disa gjëra edhe çunave që ta kuptojnë se sa të rëndësishëm janë. Po edhe të shikuesit që na ndjekin profesor, dhe të sportast. Sot është ditë e tyre dhe jotja profesor, kështu që patjetër. Kur gjeta grupin aktualisht, njihja disa lojtarë kisha njohur që kem pas fatin që të kisha edhe në ekipe tjera si Giulio Miranin, që ishte edhe një lider te skuadra. Duke filluar pasaj nga Ardiziaj, një lojtar shumë inteligjent, shumë i talentuar dhe që premton goxha në të ardhmen. Pasaj duke pas kaluar dhe nga Mario Murkuri, një element goxha shumë i mirë, që me të vërtet jepte një besueshmëri te arritjet e rezultateve që ti do kërkoje. Pastaj pjesa mbrapa, duke filluar nga Vasil Tuni, duke filluar nga Benito Çulli, një lider në pjesën e mbrojtjes, e duke filluar te pjesa e mbrojtjes qendrës që Xhixhi, që normalisht ishte vite që ishte Blauberi, po. Blauberi ishte vite që ishte me çunat, ishte integruar, ishte bërë pothuajse një me ta, domethënë e kuptinin lojën e një tjetrit me sy mbyllur, edhe pa haruar Avdulin, vëllezrit Puci që janë shumë të rëndësishëm, Ahmetaj, kështu që është një pjesë e imja që unë e kujtoj me shumë kënaqësi dhe me shumë dashuri për këta çuna. Gjithashtu doja që t'i thoshe edhe dy fjalë që çuna, përveç se keni treguar veten dhe keni rritur nivelin tuaj të ardhurave, sepse normalisht futbolli është një treg që të ofron duke arritur rezultate të mira, por keni bërë krenar një qytet
Pra, emrat tuaj duan, apo s'duan, duam, apo s'duam ne, apo se si të vinë rjedha nesër, ju do ngelen një pjesë e kësaj historie. Kështu që unë i them që ju jam i njohës që u bashkuat punës, sakrificës, lodhjeve, edhe mërzitjeve me njëri tjetrin, se nuk shkon asnjëherë çdo gjë vaj, ka edhe ato përplasjet tona ka. Po në fundit ne nuk e lëshom asnjëherë veten. Ne ishim në atë parët që filluam stërvitjen, ishim në atë parët pothuajse që kemi vrapuar më shumë nga të gjithë tjerët, edhe them me bindje të plot sepse programi që unë shpalosa dhe programi që unë drejtova këtu, pra ishte një program që kam punuar dhe jashtë, pra ishin nivele goxha të larta dhe çunat e filluan, e kishin vështirësi sepse nuk ishin mësuar me këtë lloj niveli, me këtë lloj ritmi të stërvitshmërisë, patën ato problemet e tyre në fillim, por që ishte vetëm një rrugë, duhet vraponin, duhet sakrifikonin, duhet bani regjim, duhet kishin një sjellje profesionisti, duhet kishin, më thënë, u futën në një, duhet kishin masa disiplinore nëse vonoheshin në stërvitje, masa disiplinore nëse nuk shkonin në orar në shtëpi, pra ishte një punë goxha shumë e madhe në gjithë ne. Profesor, pa dashje jam i bindur që pa dashje keni harruar, do të thoya pikën e fortë të luftarit, portieri apo jo? Jo, unë nuk e kam lënë pa dashje, po nuk doja ta thoja që me të vërtet që të ansambël të gjithë, domethënë të luftarit. Me vërtet që Barbosa, domethënë është një pikë shumë e fortë e jona. 11 gola shumë. Dhe mund të evitoheshin, mund të ishin dhe më pak me thënë drejtën. Patjetër. Por që me vërtet është një pikë shumë e fortë e jona dhe është një pikë e sartme së luftëtarit, pa diskutim. Kështu që kam jo më pak e lash në fund, por që është shumë i rëndësishëm sepse na ka ndihmuar në momente të caktuara me disa ndërhyrje të tilla që për ne mund të ishin fatale. Do thënë sa herë që i është dhënë mundësia për të reaguar, ai ka qenë gjithmonë prezant. Kështu që është një pjesë shumë e rëndësishme e jona dhe jemi të lumtur që është me ne. Profesor, e filluam me fitore me Tomori Berat. Javën e dytë shuam humbjen e vetme në Maliq. Keni ngelur, po them, i zgënjur nga jo humbje? Shiko, ne në futboll normalisht që jemi të kësaj fushë e dim që asnjë nuk shkon çdo gjë vaj. E rëndësishme është që grupi duhet të ditë të reagojë. Pra diku do bëhet një stop. Nuk ka asgjë pa imagjinueshme që të bësh 20 ndeshje 20 fitore. Pavarësisht se ti je stërvitur për të fituar, ti e ke kualitetin për të fituar ndeshje, ti ke mundësitë për ta fituar ndeshje. Po normalisht futbolli prandaj është i bukur dhe i veçantë sepse nuk ka asnjë mund të fitojë skuadra që është më e dobët, mund të fitojë skuadra që është kështu që ajo ndeshje ne na bëri ai stop që ne bëm në fillim. Normalisht unë e prisja ta bënim më vonë, kuptohet. Por që ka të mirën e saj, sepse nuk të lejonte më ty të bëje më stop. E kishe të ndaluar. Ishte gjatë gjithë kohës ishte në presion. Në presion. Dhe kjo është një gjë shumë e mirë për skuadrën. Sepse nëse do fillojë shkëputja, do kishe probleme dhe me lëshimin, me duke i marrë ndeshjet lehtë, duke e filluar çik ke parasysh mentalitetin e futbollit shqiptar që sa ashtu jemi çik të dobët e pjesa e impenjimit për kur luam në skuadra të vogla. Dhe kjo ishte një mësim që ne na bëri që ne nuk do të gabojmë më çuna. Ne e kemi litarin në fyt kur i thon dhe ne kemi të ndaluar që të bëjmë hapa falso. Normalisht ajo ndeshje filloi në mënyrë shumë të mirë për ne. Më thënë, unë kur e dija që ishte fushë e vështirë, e dija që ishte në ekip i vështirë, se normalisht ndeshje e parë dhe entuziazëm për ata, ne po gjithashtu kishim ndeshje dytë. Normalisht grupi duhej kohë të ndërthurej me njëri tjetrin. Lojtarët duhet ta kuptonin mirë njëri tjetrin, duhet një kohë, e kupton, duhet një kohë se
nuk integrohesh dot me pult në futboll. Do një kohë caktuar që lojtarët e vinë me një tjetrin. Që mos erdhën lojtarë që s'kishin qenë pjesë edhe normalisht e filluam shumë mirë atë ndeshje dhe unë e mendova se duke pas që kundërshtari ishte inekzistent në gjithë pjesës parë. Thash kisha besimin që do ta mbyllim me fitore, po që futbolli është një paparashikueshëm edhe i tillë është. Mund të ndodhin edhe gjëra të tilla, situata të tilla. Por kjo ishte një kthes që na bëri një shkundje, le të themi, një shkundje që ne duhet të mos ta fillojmë ndeshjen duke menduar që do fitojmë pa e filluar ndeshjen akoma. Sado emra të mëdhenj që kemi, sado stërvitshmëri që kemi më shumë se ata, në një ndeshje futbolli luhet me duke qenë aty 100%, duke qenë të motivuar, duke qenë të karikuar dhe duke dhënë maksimumin për të fituar një ndeshje. Kështu që ajo ishte një sinjal që ne nuk duhet të ndaloni më. Dhe besoj që e kemi arritur më së miri. Profesor Lambi, ju gjithmonë në studio keni besuar, jeni shprehur disa herë se luftari do të arrinte më së fundi objektivit gjitjen në kategorinë e parë, domethënë. Çfarë të ka impresionuar tek luftari i këtij sezoni? Profesori bëni një analizë shtetëruse dhe i tha shumë bukur dhe gjitha gjërat se pse luftari është aty sot. Më kujtohet këtu dhe unë kam fatin që e hapëm dhe po e mbyllim këtë sezon njëri isha me Ramadanin dhe më pëlqeu kur i the kapiten dhe kjo ishte gjëja më e bukur sepse vërtet Ramadani është nga ata lojtarë që atë fjalë meriton. Domethënë atë fjalë e ka fituar me punën, me djersën dhe me rezultatin që ka. Dhe të gjitha këto së bashku më bënin që çdo herë më shumë unë thash edhe herën e fundit, ne shpeshherë si tifoz flasim në aspektin që shiko, duhet bërë kjo, duhet bërë ajo, por nga një herë na rrëmben ai emocioni dhe asnjëherë nuk i dim problemet që ka ekipi brenda. Pjesa e stafit, trajnerit, gjithë të tjerë dhe unë kam thënë dhe këtu. Çdo vendim që marrin, çdo gjë që shikon se themi pse hoqi Fidanin, pse bëri do ta heqi. Do ta heqi sepse ai e di vetë se si e ka ngritur punën. Dhe sot që po e dëgjoj profesorin kuptoj shumë mirë dhe jam dhe si thua konvergoj me ato mendime që kam padur që vërtet kështu ndodh sepse në një ekip ka disiplinë, ka rregull, ka stabilitet, ka gjithçka që ne sot jemi aty ku jemi. Pra të gjitha këto nga pak që unë shifja shpeshherë më bënin optimist brenda vetë dhe thoshja me këtë mënyrë, me këtë infrastrukturë, me këtë seriozitet që ky ekip e ka marrë këtë kampionat të jeni të sigurt që ne vërtet kemi për dalë. Sigurisht do ketë humbje. Do ketë humbje sepse ashtu siç e kemi diskutuar dhe tjera, ajo humbje na dha një fuqi të madhe. Ndoshta nganjëherë shpeshherë këto humbje kthehen në një fuqi për të ardhmen, sepse vendosëm dhe tham çdo ndeshje për ne do të jetë finale. Çdo ndeshje për ne do të jetë një ndeshje që do të fitojmë. Dhe si e tillë vërtet kështu ndodhi. Domethënë të gjitha ndeshjet hap pas hapi ne arritëm që të realizonim dhe të jemi aty ku jemi sot dhe që ta gëzojmë gjithë së bashku. Shpeshherë do them edhe për u diskutuar këtu për portierin dhe tham është një pikë shumë e fuqishme dhe unë për veten time do më kisha si një perëndi aty tek porta sepse është e vërtetë ajo shpeshherë na ka shpëtuar nga momente shumë decisive kur një gol ne mund të na rrezonte. Dhe gjëja që më bën përshtypje, le të haj gola portieri. 11 gola nuk janë shumë, por tregon një gjë, tregon që luftëtari është një ekip që luan, nuk është një ekip që rri në mbrojtje, nuk është një ekip që mbron vetëm, por ecën përpara. Dhe normal, po luftove, do hash dhe gola. Por ndodhte një gjë, vërtet ne hanim 1 apo 2, po bënim 3, bënim 4, bënim 5. Sa një herë këtu me pak humor, dikush nga këta lojtarë më tha, "Morellami, po mësove keq me këto gola dhe shumë sepse kur bënim 1-2, nuk na pëlqente, filluam të kërkonim më shumë." Kështu që e gjithë kjo nuk është gjë tjetër, se është një si thua një qershim i tortë të asaj që ne kërkonim. Dhe vërtet, luftëtari për mua, nuk e di çfarë do vendosi profesori në të ardhmen, por një këshill duhet ta japi sepse ai i pa mirë lojtarët, se me cilët do vazhdojmë, si do të jenë lojtarë që sepse shpeshherë na bën emocion, do më u bën emocion edhe pjesë e trupit ton, të ekipit ton, dhe ndoshta duam që të shikojmë edhe në kampionatin. Kjo është një dëshirë e njerëzve që janë sportashës, por nuk mund të themi që kjo është arsyeja për të mbajtur këtë apo atë. Kështu që këto ishin të gjitha nga pak tomi, që mua më sollën sot tek ky mendim që e kam thënë prej kohësh, të dëshira e çdo
e çdo qytetarit të qytetit tonë, që vërtet ta shohë ekipin aty ku e meriton të jetë dhe akoma më lart. Kjo është një kënaqësi, është gjë shumë e mirë, është një shpresë e madhe sepse tashmë zakonisht këto sezonat e verës i kaloni me ato pushimet, këtë herë kemi dhe një gjë akoma më shumë. Do të hapim një kampionat të ri, do të kemi element të rinj, do të kemi gjëra të reja, do me gjithnjë më shumë kemi se me çfarë të merremi me ekipin tonë të zemrës. Kjo është kryesorja që mua më mbështet, më ndihmon. Profesor, pavarësisht të fitoreve e çurisë mjaft të mirë të luftëtarit, përpos humbjes, ku e keni parë vete, po them, në vështirësi përballë kujt skuadre, pavarësisht të rezultatit që ne kemi fituar takimin. Cila skuadër të ka bërë për vete në kuptimin e fjalës që të ka lënë të pakënaqur? Të ka bërë për vete për lojën që keni treguar, por nuk keni marrë atë që pritej më shumë. Për vete më bën vetëm skuadra ime, asnjë tjetër. Por skuadra ka ajo që mua më ka dhënë gjithmonë shpresë. Skuadra ka nxjerrë goxha ndeshje shumë të mira që në periudhë vërtetës as në një kategori më lartë nuk i kemi parë. Për shembull, unë dua të ritheksoj ndeshjen në Saran kundrejt Butritit, ku ne u gjendëm brenda 13 minutave në datin 2-0. Dhe skuadra arriti të futej në lojë brenda pjesës së parë. Dhe normalisht duke filluar pjesën e dytë, kaluam në avantazh, kishim mundësi për ta thelluar akoma rezultatin në 4-2. U barazuam, por përsëri skuadra gjeti forcën, gjeti impenjimin që të ishte gjithmonë pranë portës. Dhe mbyllte ndeshjen në një ndeshje vërtet shumë që unë nuk kam për të taruar, më thënë drejtën, sepse ishte një ndeshje që të jepte gjithmonë emocion. Dhe ishte gjithmonë në ankth, sepse si sta dhe profesorit të cilin duhet të falenderoj se ka qenë, unë i kam ndjekur me vëmendje, pavarësisht se s'kam qenë prezent, e kam ndjekur me vëmendje dhe ka qenë pothuajse nga të vetmit që besonte te puna e stafit dhe ishte gjithmonë pozitiv. Sinqerisht duhet të falenderoj profesor. Kështu që kur skuadra, ne që jemi të punës, të zanatit që themi, kur skuadra është lart, kur skuadra humbet raste, kur skuadra pjesën e sulmit e interpreton ashtu si është punuar gjatë stërvitjes, mua më jep goxha shpresë, sepse një skuadër që prodhon raste, prodhon gola, do thotë që funksionon. Kështu që kjo ishte, ajo bindja e plot që mua më çonte që kjo skuadër do eci goxha. Dhe normalisht pasaj po të shikosh përveç ndeshjes me Orikun tu, ne të gjitha ndeshjet ne kemi edhe me Maliqit, kuptohet, ne kemi interpretuar goxha mirë. Pra ne kemi qenë goxha shumë dominus. Kemi humbur raste, kemi shënuar gola plot, patjetër, por që nuk është edhe lehtë sepse edhe skuadrat e tjera investojnë, punojnë. Patjetër, nuk është lehtë. Kështu që diferencat nuk janë dhe aq shumë të mëdha, për të qenë sa do tifoza që mund të jemi apo, kështu që diferencat nuk janë aq të mëdha, se normalisht edhe Oriku ishte një skuadër që investonte goxha. Ka investuar goxha në lojtar, po dhe në infrastrukturë, po dhe në pagesa dhe në shumë gjëra. Por ajo që unë si qëllim edhe si detyrë edhe po si partizan i asaj që unë mendoj ideve të mia, unë jam i ideve që... Ju jeni sulmues, profesor, apo mbrojtës? Patjetër, kam luajtur... Sepse kërkojnë golat... Po, kam luajtur gjithmonë në sulm edhe... Kështu që ishte roli im, më thënë, kuptohet në fush, po edhe më nërë si interpretojnë lojën, është gjithmonë në sulm. Por isha dhe një gjithë partizan i lojtarve, sepse doja të kisha lojtar bio. Doja të kisha lojtar vëndalin, doja të kisha lojtar shqiptar, e kupton që i besoja më shumë dhe i besoj më shumë, e kupton për vjetë se i vjen në një nivel që bën diferencën, si sportieri, okej, por që unë jam partizan, patjetër jam partizan i futbollit shqiptar. Po ta shikoje në ndeshjen e fundit, ishim pothuajse gjithë
Edhe kjo është një nga ajo armët e forta, sepse jemi bashkë me njëri tjetrin. Është fryma e grupit ajo që solli rezultatet. Është dëshira e madhe që ata kanë për ta çuar luftarin në kategorinë e parë. Edhe kështu që ishte më mirë që të vendosej në këtë mënyrë skuadrën. Patjetër, gjëja më e mirë që më pëlqen dhe profesor që bëj është sa herë që ekipi ishte mirë me golat me gjitha, nuk lije pa aktivizuar gjithë stolin. Dhe edhe ne si tifoz na bën të njihnim kush je stoli. Dhe shikonim që dhe aty vërtet pas kishte element të mrekullueshëm, djem dhe të mrekullueshëm që lonin shumë bukur. Sigurisht të çliruar sepse punën më të vështirë kishin bërë ata më përpara. Por kjo është një mënyrë psikologjike me të cilën e fut lojtarin. Domethënë ti e ke arritur rezultatin, tani ti luaj. Je në ekipin tënd dhe kjo mënyrë aktivizimi bën një ndoshta dikush nuk e vëre, po është një detaj që tregon shumë për mënyrën se si trajneri di ta trajtoj atje, menaxhoj. Sepse është ana psikologjike. Ne ndjenim. Trajneri është ka qenë aktivizuar. Është mësues të gjithë, po prandaj do them, kjo është pjesë e rëndësishme e skuadrës. Sepse nesër deri do kesh nevojë larg qoftë, dëmtuar, nuk bën do t'i futesh ata. Shumë e vërtetë. Por duke i futur në një fitore, në një besim, kjo i tregon që edhe në të ardhmen pastaj i ke përgatitur psikologjikisht. Dhe kjo është gjë që unë e vijare. Është e vërtetë, edhe profesori e preku. Kështu që është e vërtetë. Të gjithë kanë qenë pjesë shumë e rëndësishme e të suksesit. Që ne i pari deri te fundit. Që ne më thënë kanë qenë në çdo moment aty, Por normalisht duhet t'i përgatisësh, ai ishte profesori që momenti që ty të krijohet mundësia për t'i aktivizuar dhe ne kishim një program që kush loste 90 minuta, ndeshjen tjetër aktivizoi më pak, futeshin lojtarët e tjerë, pra çdo kush ka marrë atë pjesën e suksesit atë minutazhit që duhet ta bënte patjetër me skuadrën. Nuk ka vetëm 11. Profesor, ju nuk keni parë emra, do të thuash. Është emër ky futbollist dhe ky do aktivizohet. Unë e bazoja formacionin në bazë të stërvitshmërisë që ata kishin gjatë javës. Se normalisht ishin mësuar edhe pak keq, me të drejtën. Që unë ja them, ja kam thënë edhe, për mua nuk ka të paprekshëm në futboll. Në futboll për mua i paprekshëm është vetëm ai që gjatë që na hëna e deri ditën e shtunë që është stërvitshmëria, nxjerr xixa në stërvitje. Kështu që këtë mesazh u dha çunave në fillim. Unë nuk njoh asnjë, nuk kam asnjë lloj detyrimi ndaj askujt. Unë detyrim kam vetëm kundrejt qytetit Gjirokastrës, kundrejt kryetarit të bashkisë, presidentit që më ka besuar pjesën e punës dhe normalisht unë njoh vetëm atë që djersit që na dita hënë e deri në ditën e shtunë. Kush i pëlqen apo kush ndihet mirë me këtë lloj me këtë lloj mënyre se si un punoj të ri, kush nuk i pëlqen ka hapësirën të largohet, për mua nuk ka asnjë lloj problemi. Kështu që kjo ishte ajo që çunat e kuptuan që sa herë ka diçka tjetër. Sa herë ka disiplinë, ka punë, ka profesionalizëm, ka shumë gjëra që të çon drejt suksesit. Nuk mund të vish me sukses duke thënë, duke dalë në për gazeta apo duke folur në për do dal, do bëj, do jap, nuk bëhet. Suksesi vjen vetëm duke punuar. Me punë. Vetëm në punë. Derisa në fush. Derisa në fush. Aty është. Edhe unë prandaj edhe më ke ftuar shumë herë, edhe unë të kërkoj ndjes që po kështu është natyra ime, profili im që unë dua të flas me fakte, dua të flas me rezultate dhe normalisht jam bazuar në jetën time që kam një shprehje që ja them gjithmonë vetes që punon në ështje dhe deri suksesin të bëj zhurmë. Kështu i kam menduar. Edhe duke mos qenë këtu, gjatë gjithë kohës që ne kemi diskutuar hijen e tij e ndjenim, nuk ka rëndësi. Patjetër. Me punën, me fitoren, atë që luftari ishte ne ndjenim. Nuk është Se nevojë na të bëni flas. rezultate që ne të ndjeshim mirë. Ishe gjua me cilën e flisje dhe kjo është plot. Dhe kjo më pëlqen që thot Tomi pas ka thënë që do të vi në fund. Po. Dhe kjo është ja kisha premtuar Tomi gjithherë që i thoshja Tomi, unë do vi kur të dalë në kategorisë të parë. Dhe Tomi më shkonte çik me skepticizëm, tash Tomi do vi. Ja, po më duket se zovi më. Në fund do vi kur gjërat me disiplinë dhe dëshashur. Dhe gjithsesi është kënaqësi Kishte një impenjim të përbashkët. Jeni aktualisht në studio dhe meritori padyshim notën 10 për të luftëtarë, sepse në sajt të punës tuaj, në sajt të punës së grupit, luftëtari arriti që të
atë hidhte pas krave kalvarin e 5 viteve, apo jo profesor Vllani? E kemi thënë me kohë dhe unë kam Europati thënë që me kategoritë kohë. e dyta është e vështirë, Është hipsmer, sepse është e vështirë të fitosh. Se ju keni dhe eksperjenca si trajner në skuadra të tjera, apo jo? Në kategorinë e dytë keni pasur apo jo? Është e vështirë, patjetër. Dhe si në këto lloj kategorie nuk bëhet fjalë për cilësi futbolli apo profesor? Po luftari deri si vjen ka bërë me cilësi. Luftëtari këtë sezon edhe shpesh herë ku diskutonim ishte që luftëtari nuk ka borxh askujt. Luftëtari ishte siç ka emrin e tij luftëtar, gjatë gjithë ndeshjes, të gjitha ndeshjet ne ashtu kishin, venin për ndeshje dhe asnjë përpara një luftë, në thojza sportive, kuptohet. Një betejë. Kështu që ne ishim përgatitur për këtë situatë, se normalisht vetë emri luftëtar, kur veje lozje me skuadrat më të dobta të nivelit të ulët, normalisht karikoheshin, motivoheshin, donin e të bënin keq, sepse donin tregonin që ne shikojmë jemi më mirë se ju jeni. Pra është vetiu emri luftëtar që prodhon alarm te kundërshtari. Dhe normalisht e dinim që do na sulmonin që në ndeshje e parë dhe deri në ndeshje e fundit. Dhe ashtu ndodhi, ne ishim përgatitur. Mos mendoni që nëse luajmë në një ndeshje dhe ajo skuadra që ne do luajmë një javë më para ka luajtur me një skuadër të dobët edhe është mundur dhe do jetë e njëjta situatë kundra nesh. Gjithë skuadrat kundra nesh ishin gjithmonë të karikuar, gjithmonë të motivuar, si na kundërshtari që ishte mbas nesh, po dhe na vetë emri që luftëtari që të shkonte aty ishte domethënë një situatë shumë kudo që kemi shkuar, si në Berat, si në Maliq, si në Devol, si në Orikum, si në Delvin. Dëgjuaj njerëzve. Po themi që kemi edhe Gjiton, kur i thonë, si në Sarand. Domethënë, është një gjë që luftëtari vetë emri që ka, prodhon që skuadrat të karikohet, po dhe tifozat ta interpretojnë keq atë pjesën e tyre që duhet të bëjnë, sepse nxiten që të fitojë skuadra e tyre dhe kalojnë në ekstrem, kur i thonë. Por që në momentin që je luftëtar dhe jenë në këtë lloj kategorie, si unë dhe kolegu im, i kemi marrë parasysh që dhe presioni do jetë mbi ne gjatë gjithë kohës, se nuk është e lehtë ta menaxhosh një presion duke filluar 100 ndeshje e parë, se tani që jemi këtu, flasim lirshëm, flasim... Sepse kemi arritur atë që kërkonim. Fusha sikleti, aty është. Kur lojtarëve u transmeton që në ditën e parë që ne duhet jemi kampion, ne duhet mos gabojmë, ne duhet sillemi mirë, ne duhet jemi gjithmonë të karikuar, ne duhet jemi gjithmonë të motivuar. Presioni mbi ne është jashtëzakonshëm. Kështu që kryetari i bashkisë, më thënë presidenti, më tha Bes, për mua ky është viti që unë o dalim të vita, ose unë tha, më thënë, i kisha ardhur deri këtu, më thënë, pjesa e mërzitjes, e investimeve, edhe, më thënë, e zhgënjimi, se situata kur erdha normalisht nuk ishte fort e mirë, ju e dini shumë mirë më mirë se mua, ishte situatë goxha shumë zhgënjyese, kaotike, dhe ti riktheje presidencës, ti riktheje lojtarëve, entuziazmin, besimin, forcën që ne do ja dalim, nuk është e lehtë, se tani, si thashëm para, tani flasim gjithë bukur e këndshme, por kur e mora të detyrë, e dija shumë mirë se çfarë më priste mbrapa. Ishte një zhgënjim që do ishte i papranueshëm dhe i mbaj imagjinueshëm për qytetin. Do ishte i pa imagjinueshëm, sepse thash është një zhgënjim 5 vjeçar që ti e pret dhe vjen një moment u stop se nuk kam e kupton. Ishte ndodhi vjet. Dhe normalisht kur ndodhi barazimi e Delvinën, të gjithë opinioni që na rrethonin mendonin tifozat, kuptohet. Inshallah, ama se nuk ndodhte e njëjta situatë siç ndodhi vjet, është praktikisht një pasiguri në ambientin përreth që ne na rrethonin. Por që pati një farë reaksioni, po themi, apo jo. Por që unë me çunat bashkë me stafin drejtues ishim të qartë që dhe shumë besim plot te puna që ne kishim bërë që në korrik kur kishim filluar,
e deri tani që falë punës, falë djersës si ne kemi derdhur, kur të tjerët shkonin në plazh në thonjza që bënin, ne ishim duke vrapuar 2 herë në ditë stërvitje gjatë gjithë kohës. Dhe aty ju kujtoja gjithmonë. Është e vërtetë. Djersa është problem. Aty ju kujtoja gjithmonë çunave që mos harroni, mos silni djersën tuaj poshtë. Çdo gjë që keni bërë, mos e zeroni. Qëndroni besueshëm, qëndroni në këmbë kundrejt edhe padrejtësive dhe situatave të tjera që sjell kampionati. Unë disa herë kam patur rastin, kam bizetuar me shumë nga futbollistët dhe e vërtet profesor që ata ishin shumë besim plot që më thoshin gjithmonë Tomor, ne si vjet do hyjmë në kategorinë e parë. Nuk dua të përmend emra, por ata ishin tamam besim plot. Profesor Lambi, edhe kjo bëri, po, ta tha këtu atë ditë Ramadani, tha armiku në thonjza ose ajo që ne i tremim shumë, jemi ne vetja jo. No, nuk kemi pse tremim nga asnjë. Tjetra që doja të theksoja Tomi, po ata arbitra ishin vjet, po ata arbitra kanë qenë çdo vit, po ata arbitra ishin dhe si vjet, po sigur nuk u hankuan. Dhe kemi thënë dhe herë të tjera, nëse ekipi duan, nëse ekipi ka rezultate, nëse ekipi di ta menaxhoj, nuk pyet fare për arbitrin. Dhe të gjithë thonë se vjet mure, si shpjegohet arbitri, jo, ishte ekipi mirë, ishte ekipi që duante dhe nuk ishte, është ajo që tha profesori, nuk kërkoi ndihmën as së njërit, as së tjetrit, por thjesht me punën e tyre arritën aty ku ishin. Kështu që kjo është ajo, herë tjetër e kam thënë edhe këtu disa herë që nuk është arbitrimi që na i ka fajin. Edhe nëse arbitri mund të ketë një ndasi ose një ndjesi ndaj ndonjëri, mjafton të bësh golin dhe ja thyen hundët me njëherë. Kështu që një ekip i mirë të nxjerr këtu ku të nxjerr. Kjo është rezultati. Domethënë, nuk duhet të merremi me vogëlima. Gjithçka është djersa, është puna, qëllimi që i vë vetes. Është ajo pikërisht që tha profesori dhe këtu jemi okay dhe unë them kjo është ajo që ne vërtet e realizuam, kjo është ajo që ne vërtet e arritëm. Dhe është kënaqësia pasaj që vjen nga pas. Profesor, kemi ngritur një kupë, presim të ngrem të dytën apo jo? Besoni se do t'ja dalim përballë Iliris, kundërshtarit të grupit A, do me thënë, që do të luajmë ditën e diel? Shiko, e the, ngritëm një kupë, presim të ngrem të dytën, më thënë, ne kemi punuar për këtë kupë. Okay? Pra të fokusohemi që ne kemi punuar për këtë kupë. Pra objektivi dhe realizimi jon ishte u arrit. Ngjitja në kategorinë e parë. Kështu që luftëtari dhe këtë ndeshje normalisht futet për ta fituar. Nuk diskutohet fare kjo pjesë. Por siç e thash që në fillim që u kam qenë pjesë e luftëtarit, ne çdo ndeshje e kemi finale. Pra, e kemi përgatitur skuadrën që në fillimet tona që çdo ndeshje është finale. Që nuk na bën ndonjë risi apo nuk na bën ndonjë wow që kundra ku të luajmë, apo është një finale, apo ne kështu kemi pas të gjitha. Ne do futemi në fushë, siç kemi bërë për të gjitha ndeshjet. Ashtu do bëjmë edhe për këtë. I kemi bërë Ysmetin që na dita 1, po ja bëjmë deri më sot. Kështu që çat kemi shkruar, çka ka shkruar Zoti i Lartë, me punë, me sakrificë, të fitojmë më i miri. Kështu që çunave u kam thënë që po të tregoni atë që keni bërë gjatë gjithë vitit, atë që bëni çdo ditë në stërvitje, do keni shumë herë më të lehtë kundra kudo lloj skuadre. Kështu që unë pres që çunat të interpretojnë atë që dinë të bëjnë më mirë. Pra të zbatojnë detyrat që ne përcaktojmë në stërvitje, të jenë korrekt dhe të jenë gjithmonë të disiplinuar në fushë dhe pastaj çdo gjë arrihet nëse kemi dhe fat. Po, të flasim për të ardhmen, do të quaj që shpejt profesor Lambi apo jo. Flasim për sezonin që vjen. Pa diskutim, dua të them edhe diçka tjetër. Nuk mund të trajtojmë, domethënë se si çfarë do bëjmë për të ardhmen, sepse është shpejt. Shiko, do fillojmë të bëjmë ato, do bëjmë një gabim, ta thojmë në thonjza që i cili nuk pranohet. Dhe unë mendoj që mos ta trajtojmë fare këtë pjesë. Edhe me dëshirën e mirë, edhe me profesorin që kam idenë sepse janë disa lagpamësi që hapasapi ndiqen dhe është shpejt, nuk e di. Unë flas si një njeri dashamirës i sportit, kurse anën profesionale ka profesori. Unë nuk mund të ndërhyj në këtë pjesë. Unë di të them këtë gjë. Në analizat i kam parë, kam dëgjuar, di që grupi B është shumë herë më i si thua, ka ekipe shumë herë më të mira se sa ajo. Dhe kjo është një arsye më shumë me cilën ne duhet futemi në fushë, aq më tepër që është ekipi jon i mirë. Unë do të bëja
do të kisha një kërkesë ndaj tifozëve dhe gjithë atyre të cilët na e mbështetën deri tani luftarin. Hajdeni deri në Fier se ja ku është. Është ditën e diel në orën 3 në stadiumin Doni Papuçio. Kështu që siç e mbështetëm ekipin ton në kupën që Është një thirrje që ju bën ju tifozave me dëshirë më të mirë, sikur një shëtitje të bëjnë. Nuk pretendoj tek autobusa, por një shëtitje të bëjnë, ka një dashamirësi edhe si qytet Fieri, për sa i përket, aq më tepër që është fushë asnjëse dhe nuk do kemi probleme. I ftoj të gjithë, le të vemi ta ndjekim atë ndeshje, të marrim pjesë në një emocion tjetër në ngritjen e kupës së fitores së ekipit të kategorisë së dytë. Kjo do të gjë më e bukur edhe. Dhe them se ne do të jemi fitues. E kam një bindje këtë. Zhgënjimi nuk është as edhe një gjë, ne arritëm atë që donim, ne jemi aty ku duhet, por gjithsesi duam që të kapim më të mirën. Profesor Besi, ju jeni vlonjat. Flamurtari natyrisht që u dhëmbe keni për zemër se jeni produkti i asaj shkolle dhe i lindur madje në atë qytet, jeni qytetari flamurtar pra i Vlorës. Flamurtari sikur po ka gabuar paksa këtë javë. Ajo humbja me Besën djeg pak apo jo? Me të vërtet, normalisht Flamurtari ishte në skuadrat më të investuara, po them me plot gojë në Shqipëri. Edhe më shumë se skuadrat që janë në superiore. Infrastrukturën normalisht e ka pothuajse njësoj në superiores. Emrin kuptohet që e ka të rëndë. Flamurtari Barcelona dhe mjafton. Normalisht investimet nuk i kanë munguar. Shikon ndeshjet e huaja atë më pëlqen shumë. Është një privilegj sot që të jesh aty ku është sot trajneri i Flamurtarit, që ka një investim të jashtëzakonshëm. Pra, si në ana e bazës materiale, që në ana e lojtarëve që kanë në përbërje, po si dhe në ana e mbështetje financiare në gjitha anët. Por është ajo që folëm pak më parë, që skuadra vinë, ka dhe momentet e saj ajo. Janë ato stopet që ne trajnerët i dim që janë të pritshme në skuadra. E ka filluar mirë edhe kampionatin, por fundi nuk po i menaxhojnë dot ashtu si duhet pjesën e presionit të daljes në superiore. Edhe pse lojtarët i ka goxha me eksperiencë, goxha në një nivel shumë të lartë, duke filloj që na Shkurtaj, që na Telushi, duke filloj që na Trashi, Batha, të mrekullueshëm. Janë emra që më them shumë të frikshëm, Myrataj, kështu që Artit Hoxhaj, kështu që janë një skuadër e mirë ndërtuar. Është një skuadër që pretendon shumë. Po normalisht nuk do të thotë që kur ke dhe emra shumë të mëdhenj, kur ke dhe investim shumë të mëdha, duhet të dalësh me patjetër në vend të parë. Kështu që prandaj futbolli është i bukur. Ka dhe dy sfida Flamurtari. Një ka me Sadi me Erzeni dhe një ka me Vorën, që Vora ka siguruar gjitje në Superligë. Unë jam besi plot te Flamurtari, sepse ka kualitetin, i ka cilësit, mjafton vetëm të jenë të qetë, më thënë ta administrojnë mirë edhe humbjen që bën me Besën, të mos marri masa ekstreme, se normalisht në futboll ka dhe humbje, por është rëndësishme është skuadra që duhet të reagoj, edhe unë kam besim që do reagoj, dhe jam shumë besim plot që Flamurtari besoj se duhet të jetë në superiore. A bisnet superiore, profesor, si e shef? Këtë që anë skuadrën, po themi që do ngrej trofeun dhe ato skuadrat që do bjenë kategorinë e parë. Shiko, a biznes superiore tashmë është kthyer një brand për lojtarët e rinj, pra është bërë një treg për lojtarët e rinj, më shumë fokusohen te akademitë dhe gjithë lojtarët që janë pjesë e skuadrave në superiore vinë në ekipe zinxhire të qyteteve të tyre, dhe kjo është një gjë shumë e mirë. Se normalisht duke aktivizuar lojtarët e rinj, ke edhe mundësi edhe financiare në momentin që përfiton, në momentin që lojtari i shitet, lojtari del në treg, dhe ti ke një goxha përfitime dhe me ato të ardhurat, fillon mban klubin, fillon mbështet akademit poshtë. Kështu që më në fund Shqipëria edhe Ambisnet Superiore, ka me thënë kampionati, e ka kuptuar që në futboll nuk mjafton vetëm, nuk duhet vetëm të hedhësh, por duhet të marrësh. Pra ka kohë që futbolli shqiptar ka kaluar në një treg goxha të mirë, dhe po ta shikosh lojtarët
që ikin na superiorja vjen për skuadrat të huaja, po thënë Po, aktualisht kartoni vlen 1 milion euro, 800.000 euro, thënë nuk është gjë pak, për shembull po ta shkosh na Ignatia, Alen Sheri vajti në Serie A, pra kjo nuk është Itali. nuk është një gjë shumë e vogël, është një gjë shumë e madhe për. Dhe unë shikoj që një mundësi për elementit e rinj. Pra, në momenti që ti je në biznes superiore. Partizani i tregoi më së miri këtë me shitjen e 4 lojtarëve apo jo? Në momentin që ti je në biznes superiore, i ke gjitha mundësitë për tu hedhur në treg jashtë vendit. Kështu që Jo, kë shef profesor që do grej trofeun e Superligës. Fituesen e po unë me çka kam parë, po thënë, duke para se Tirana Partizani duke parë në infrastruktura që i pash dje ndoqja ndesh. Tregoj që Partizani nuk e ka punën mirë, se nuk e di. Po vështoi diferenca një pikë me shumë i të rregjur. Më fal, që do të preva profesor me Elbasanin. Duke parë infrastrukturën që ka, unë mendoj që Ignatia është ekipi më i konsoliduar për të dalë ekipi kampion. Duke parë parasysh edhe kushtet që ka ndërtuar, stadiumin, pjesën e akademisë, pjesën e stafit, trajneri që ka vite që është aty. Dhe kjo është një gjë shumë e rëndësishme. Pra, nëse do të ketë sukses, duhet trajneri të ketë një jetëgjatësi në një skuadër. Se ka patur shumë patjetër largime me trajnerësh 24 apo 26 trajnerë në mos gabojmë. Nuk mund gjithmonë ta ketë fajin trajneri për çdo gjë. Ka dhe elemente të tjera. Pra, nëse trajneri të jepet ajo koha e mjaftueshme, sepse ka dhe humbje në futbolli ka të trija rezultate, kështu që siç fitojmë jemi të kënaqur, po ashtu do të përballemi edhe me humbje. Pra, duke parë parasysh që Ignatia e ka këtë stil, pra është viti 3 që ai është Ilir Tetova, që është miku im. Aty edhe, mua më jep besimin që skuadra do të shpallet kampione, sepse e njeh filozofinë e trajnerit, e njeh idetë e trajnerit, janë bashkë prej kohësh, edhe kjo është gjë e rëndësishme. Po ta shkosh Tiranën, ekipet e tjera, Partizanin që ndron trajner shpesh, më thënë, gjithmonë sa të vi trajneri me ide të reja, sa të vi me skuadrën të njëjë lojtarë, ta interpretojnë një kohë, një ndeshje, dy ndeshje ike. Kështu që ai presidenti i Ignatiës sinqerisht është për t'i hequr kapelen, sepse ka bërë goxha investim në Rogozhin, duke bërë një stadium modern, super modern, me investim totalisht në pjesa e tij, dhe duke futur një trend për pjesën e trajnerit që t'i ketë jetëgjatësi. Kjo është gjëja më e mirë që ai ka bërë futbollit shqiptar. Dhe unë prandaj jam shumë besim plot që skuadra e Ignatiës do shpallet. Duhet fituese e kampionatit. Kështu e mendoj unë. Profesor, të uroj shumë suksese në të ardhmen me luftëtarin, duke nisur që në takimi i së dielës, kënaqësi që të kisha në studio, natë e mirë dhe miru takofshim të dashur teleshikues.